Unë quhem Era. Jam 42 vjeç, e veja e një njeriu që më la pas një pallat të vjetër, një zemër të thyer dhe një uri që as koha, as lutjet nuk e kanë shuar. Motrat e mia, jemi 3. Unë, zonja e katit të parë, Ela në katin e dytë, gruaja e zyrtarit të bashkisë, dhe Mira në katin e tretë, gruaja e biznesmenit që udhton gjithë javën. Bashkëshortet e tyre janë burra të respektuar, shkojnë në punë, kthehen në darkë, pinë kafe, flenë. Por natën, pasi dritat e palatit fiken, diçka tjetër zgjohet tek ne. Një zjarr që as njeri prej tyre nuk mund ta shuaj. Gjithçka ndryshoi kur erdhi Arbeni, elektricisti, djali nga Lushnja, 46 vjeç, me duar të ashpra dhe sy që të shikonin, sikur të leconte një qark elektrik para se ta prekte. Ela e thirri i pari për një lambë që nuk ndiste, pastaj Mira për një prizë të djegur, pastaj unë. Unë e thira për një fije që kisha kputur qëllimisht vetë, vetëm për ta parë përsëri. Dhe ai erdhi, i heshtur, profesional. Por në prekjet e tij të rastit, kur ja kalonte mjetin, kur përkulej pranë meje, kur gishtat e tij preknin dorën time, diçka ndodhte. Një shkëndi, një qark i shkurtër, një premtim. Nata e parë, me burrin e Elës, Gjenti. Gjenti është zyrtar në bashki, i rregullt, i freskët, i parashikueshëm. Çdo të martë mërzitej me të njëjtën rutinë. Puthje në faqe, dritat e fikura, gërhitja pas 10 minutash. Por këtë të martë ishte ndryshe. Arbeni kishte qenë në banesën e Elës atë pasdite, duke rreguluar një defekt. Dhe kur unë ngjita atje mbrëmjen vonë për një filshan çaji, Ela më pëshpëriti. Gjenti është i çuditshëm sonte. Erdhi nga puna dhe minjëherë më tha: Era, ti e vetmja grua që dua në këtë palat. Nuk e kuptova menjëherë. Por kur Gjenti më gjeti duke lecuar në korridor, pasi Ela kishte rënë në gjumë dhe më tërhoqi zvarr në dhomën e tij të punës, ku tavolina e tij ishte e mbushur me dosje, e kuptova. Ti e ajo që më ke në mendje, më tha ai duke më shtypur kundër murit. Që kur të pash atë ditë në obor me fustanin e thjesht, nuk e ndalova, sepse trupi im ishte bërë i uritur. Jo për Gjention. Burri i Elës ishte në fund të fundit një burr i mërzitshëm, por për atë ndjenjë, për atë shkelje, për atë që Arbeni kishte lënë pas, një tension të pasgjidhur, një fije energjie që kërkonte një qark. Gjenti ishte i shpejt, klishe, i shkurtër. Nuk më preku ashtu siç kam nevojë. U fut brenda, bëri lëvizjet e tij, mbaroi për 5 minuta dhe më la, duke u ndjerë më e uritur se më parë. Kjo ishte? Pyeta veten, ndërsa ai tashmë kishte filluar të vishej, i kënaqur me veten. Po, kjo ishte. Dhe unë nuk u ngopa. Artani është biznesmen. Udhton për në Tiranë, Greqi, Itali, kthehet çdo të enjte natën vonë. Mira ankohet gjithmonë. Kur është këtu, fle. Kur nuk është, dua të fle me të tjerë. Këtë të enjte, ai nuk shkoi në shtëpinë e Mirës. Ajo më tha se i kishin thënë një sekret për mua. Se Arbeni kishte përmendur emrin tim para tij. Se isha gruaja që di të doj me të vërtet. Nuk e di nëse kjo ishte e vërtet, por Artani trokiti në derën time në mesnat. Era, hape, tha ai me zë të ulët, me atë zërin e tij të biznesit që përdorte për të mbyllur marrëveshje. E hapa. Isha me një rob gjumi të hol, pa asgjë tjetër. Sytë e tij u ndezën. Ti je më e bukur se ç'than, pëshpriti duke hyrë brenda dhe duke e mbyllur derën pas vetes. Artani ishte ndryshe nga Gjenti, më i duruar, i përfilshëm.
Më soli një shishe verë të kuqe, më derdi një gotë, foli për udhëtimet e tij. Por unë nuk doja fjalë. Doja atë që Arbeni më kishte premtuar vetëm me sy. Kur më në fund Artani më çoi në dhomën e gjumit, ai ishte i dobët. Më shtriu në shtrat, më puthi për një kohë të gjatë, gjë që e vlerësova. Por pastaj ishte i shpejt. Intensiv por i shpejt. Një shpërthim dhe më pas heshtja. Më la duke fjetur, por unë nuk fjet. Qëndrova zgjuar, duke parë tavanin, duke numëruar dështimet e mia. Edhe Artani nuk mjaftoi, shprita në errësirë. Ura ime ishte bërë e madhe, një pus pafund. Nata e tretë, me burrin tim, i vdekuri, dhe një takim me njeriun e gabuar. Burri im ka vdekur 3 vjet më parë, por natën e tretë unë e thira atë. Jo realisht, natyrisht, por në mendjen time e thira. E thira për t'i thënë, shiko çfarë po bëj me burrat e motrave të mia. Shiko sa e uritur jam, dhe ti nuk je këtu për të më mbushur. Por pastaj, diku në orën 2 të mëngjesit, dikush trokiti në derë. Jo Artani, jo Gjenti, asnjë nga ata. Ishte Arbeni. Era, tha ai duke qëndruar në prag me atë fytyrën e tij të qetë. E di çfarë ke bërë këto 3 net. I kam dëgjuar gjithçka nga dhoma e njësorve. Muri atje është i hol. U drodha. Jo nga frika, por nga turpi dhe dëshira e përzier. Dhe çfarë do të bësh? Pyeta duke futur brenda. Ai hyri, mbyli derën, dhe pastaj, pa thënë asgjë, më tërhoqi zvar në dhomën time të gjumit. Nuk më foli asnjë fjalë, nuk më tha ti je e bukur apo të kam dashur, thjesht më veshi dhe më preku. Jo si Gjenti, jo si Artani, jo si burri im i vdekur. Ai më preku si një kirurg që njeh çdo nerv, çdo muskull, çdo pikë të dobët të trupit tim. Gishtat e tij ishin të butë, por vendimtar. Lëvizjet e tij ishin të ngadalta, por të pamëshirshme. 3 burra, shpëriti ai në veshin tim, dhe ti nuk u ngope. Dëgjoj çfarë po të them. Nuk do të ngopesh as me mua, sepse unë nuk jam këtu për të të ngopur. Jam këtu për të të hapur. Dhe pastaj ai futi vetëm majën, jo më shumë, majën e tij, dhe mjaftoi. Trupi im u drodh. Një val nxehtësie më përshkoi nga kokat e këmbët, dhe pastaj një tjetër, dhe një tjetër. Unë qava, jo nga dhimbja, por nga lirimi. Sepse brenda meje, diçka që ishte mbyllur prej vitesh, që nga vdekja e burrit tim, që nga netët e gjata të vetmis, që nga përpjekjet e kota me Gjentin dhe Artanin, ajo diçka u shkri. Arbeni nuk lëvizi. Qëndroi i palëvizur, duke mbajtur atë kontakt minimal, por të përsosur. Dhe unë, duke qarë dhe duke qëshur në të njëjtën kohë, e kuptova sekretin e tij. Ai nuk më mbushi. Ai më bëri të mbushesha vetvetiu. Kur u zgjova në mëngjes, Arbeni nuk ishte aty. Në jastëk më kishte lënë një kartëvizit të tij. Arben, instalime elektrike. Dhe në anën e pasme të shkruar me dorë, të ngopur nuk bëhemi kur, por të hapur, po. Tani je e hapur, dhe unë do të kthehem për të ndezur përsëri. Qesha, pastaj qava përsëri. Unë ngrita, vesha rrobat e mia më të mira dhe zbrita në obor. Ela dhe Mira ishin aty, duke pirë kafe. Më pan me sy të çuditur. Era, si je? Pyeti Ela. Nuk jam e ngopur, thash duke buzëqeshur, por për herë të parë kjo nuk më shqetëson. Ato nuk e kuptuan kur. Por unë e dija se Arbeni do të kthehej, dhe se herën tjetër, ai nuk do të ndalej vetëm tek maja. Sepse unë nuk kam nevojë për 3 burra që nuk din të më shohin.
Kam nevoj për një burr që e di se si të më hap, të më ndez dhe të më lër të shkëlqej. Dhe ai burr nuk është as Gjenti, as Artani, as burri im i vdekur. Ai është djali nga lushnja, me duart e tij të vështira, me syrin e tij të thellë, dhe me sekretin e tij të pandashëm, se në fund, të ngopur nuk bëhemi kur, por të ndezur, po. Prandaj unë, Era, jam ende këtu, duke pritur, duke u dridhur, duke dëgjuar zhurmën e qelësit në derë çdo natë, dhe e di se një ditë ai do të hyjë brenda përsëri, dhe unë do ta lë, përsëri, dhe përsëri, dhe përsëri. Derisa kjo uri më në fund të pushoj së qeni një malkim, dhe të bëhet bekimi im i vetëm.